Raporti mes dy artistëve të njohura, Shkurtë Feza dhe Shyret e Beluli, ka qenë prej kohësh një nga temat më të diskutuara në skena muzikore. Për vite me radhë shton se mes tyre nuk ka komunikim dhe se askush nuk ka arritur t'i afrojë. Megjithatë, këtë herë ka qenë ambasada shqiptare, ajo që i ka bërë bashkë në një event zyrtar ku të dyja ishin të ftuara së bashku me familjet e tyre përkatëse. Edhe pse nuk kanë pasur komunikim mes vete, prania në të njëjtën ngjarje ka tërhequr vëmendje të madhe, duke shënuar një moment të rrallë për publikun dhe fansat që prej kohësh kanë folur për marrëdhënien e tyre të ftohtë. Festa e flamuarit e organizuar nga ambasada e Shqipërisë, shkroi Shyret e Beluli në një foto të publikuar në Insta Story, ndërsa në një foto tjetër shikohej Shkurtë Feza, duke publikuar foto për rrjetet sociale. Ky event është komentuar gjerësisht, duke rikthyer në fokus raporti mes dy ikonave të muzikës shqiptare, që e gjithë shqiptaria mezi pret që ata të afrohen, dhe pse jo, të ketë një bashkëpunim mes tyre. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.